Prokuroria Speciale në Hag ka kërkuar 45 vite burg për secilin prej komandantëve të Ushtrisë Ligjare të Kosovës. Për të folur mbi këtë kërkesë, pra këtë pretencë, kam të ftuar në një lidhje direkte analiste e njohur zotin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju. Zoti Markoçi, si u duk kjo kërkesë e Prokurorisë Speciale në Hag ndaj ish komandantëve të Ushtrisë Ligjare të Kosovës? Nëse do ta marrim nga pikpamja njerëzore, do duket një pretencë shumë e rëndë, ndërsa për sa i përket asaj çfarë deklarohej në kërkesën e prokurorisë, e cila dha dhe pretencën për 45 vjet burg për secilin nga të pandehurit në atë sallë, e ishte kryesisht kapesh për krime lufte. Duke pas parasysh edhe të gjithë dëshmitarët që kanë qenë në atë gjykim, gjykoj se prokuroria ka pas të gjitha faktet të realizuara dhe të dëshmuara për sa i përket dënimit që ajo ka dhënë. Do jetë gjykata ajo që do vendosi nëse pretendimet e prokurorisë, akuza e prokurorisë dhe të gjitha faktet që prokuroria ka sjellë në gjykatë janë apo nuk janë të vlefshme, sidomos për akuzën kundër njerëzimit, siç ishte në akt akuzën e prokurorisë. Të vjen keq për një gjë sepse është munduar gjatë gjithë këtyre viteve që të ngatërohet lufta çlirimtare e Kosovës me persone, me individët, qofshin ta edhe komandant apo drejtues të Ushtrisë Ligjare të Kosovës. Gjatë gjithë periudhës kohës, qoftë edhe mediatikisht, qoftë edhe publikisht, janë kërkuar gjithmonë ta ndërsjellin dhe ta ndërthurin luftën e Kosovës, i cili ishte një luftë e drejtë, një luftë e cila e kryer nga populli i Kosovës me veprimet individuale të personave të implikuar në atë çfarë deklaronte akuza. Tashmë është radha e mbrojtjes dhe fjala e fundit e gjykatës, e cila do të japi verdiktin e saj pastaj për sa i përket kësaj akuze. Por thash, ajo që bie në sy, bie, domethënë, nga të gjithë çfarë pash, më tepër më indinjova ajo, domethënë, akuza e bërë për krime kundër njerëzimit, pra ishte shumë e rëndë. Nuk di sa do të jetë e vërtetuar dhe sa do jetë mbrojtja e aftë për të rrëzuar këtë akuzë. Zoti Markoçi, ju duket që ka një komplot për të delegjitimuar gjithë luftën që bën të shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë në Kosovë, pasi kujtojmë këtu që e gjithë historia nisi me atë të ashtuarën shtëpi e verdh, ku u pretendua nga Dick Martin se aty është bërë, po themi, kontrabandë organesh. Ajo akuzë ka rënë. Unë do ishe kënaqur nëse do ishe me atë akuzë, pa ajo akuzë ka rënë sepse janë 100 dëshmitarë që janë paraqitur në gjyqin e Hagës dhe kanë dëshmuar, kështu që ajo lloj akuze ka rënë. Ai ishte indicie ndoshta për të nisur një hetim dhe për të dalë në dritë shumë veprime të tjera. Kështu që nuk e shoh thjesht si një indicie, një piknisje theme, por jo si bazë e akuzës, sepse për atë lloj akuze edhe vetë gjykata e ka rrëzuar poshtë, nuk ka lidhje fare ajo me këtë. Flitet për akuze të tjera, të cilat janë thënë dhe janë deklaruar gjatë gjithë gjykimit. E kam ndjekur pak a shumë atë proces, nuk është se nuk e kam ndjekur me interes, bites e kam ndjekur sepse nuk kam dashur kur bëhem viktime e logjikës asaj çfarë është pretenduar gjithmonë që po përdoret politikisht apo përdoret për të delegjimuar luftën çlirimtare të Ushtrisë Kosovës, një luftë e cila e ka pranuar gjithë bota, një luftë të cilën e ka pranuar edhe NATO, po të ishte një luftë e padrejtë apo një luftë e cila
nuk do ishte në shërbim të çlirimit të Kosovës, nuk do kishim as ndërhyrjen e NATO-s, duke pas parasysh se janë marrë gjithë liderët e botës me çështjen e Kosovës, është marrë Amerika me çështjen e Kosovës, nuk kam dëgjuar ndonjëherë nga NATO apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo qoftë edhe nga Europa që ta kenë përçmuar themi luftën çlirimtare të Kosovës. Përkundrazi, të gjithë e kanë vlerësuar, të gjithë kanë qenë në krah të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Veprimet individuale nuk e përlyejnë dot luftën çlirimtare të Kosovës. Kjo është taksative, nuk diskutohet. Gjithatë, zoti Merkoçi, më fal qëndori, këtu po flasim për komandantët kryesor të kësaj lufte, pra të kësaj ushtrie. Po flasim për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, ka qenë Ramush Haradinaj më përpara që u thirr në Hag, u mbajt për disa muaj, pastaj doli. Pra, a nuk të ngjan sikur është një proces që pasur parasysh edhe që ka pasur shumë informacione marrë dhe nga inteligjenca serbe, pra fakte, prokuroria bazuar atje. Edhe amerikanët nuk janë shumë të kënaqur me, po themi, çastjen që ka kjo gjykatë ndaj ish komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku kemi pasur dëshmitar shumë kryesor që i kanë dalur në krah, amerikanë që i kanë dalur në krah ish komandantëve. Është vërtet kjo që thoni ju, po amerikanët nuk kanë dalë ndonjëherë në mbrojtje apo kundër kësaj gjykate të cilën vetë kanë krijuar, vetë kanë bërë, nuk kanë dalë ndonjëherë kundër kësaj gjykate. Jemi realist, mediat mund të shkruajnë çdo gjë, mund të bëjmë lajme fake sa dush. Wesley Clark, cilin unë e kam takuar edhe kur kam qenë në Kosovë, flet për periudhën pas lufte. Flet për periudhën kur Wesley Clark ka qenë aty. Tash unë kam pas rastin që i kam takuar të gjithë këta, nuk është se nuk i kam takuar. I kam ndetur dhe e di domethënë se çfarë ka ndodhur aty. Kështu që nuk është ky problemi që ta marrim edhe ta ndërthurim veprimet individuale me veprimet e një ushtrie. Rasti i Ramush Haradinajit tregon më së miri që edhe Ramushi vajti në gjykatë të Hagës, biles Ramushi ka vajtur në gjykatë të Hagës. Dhe nuk është faktuar absolutisht asgjë dhe Ramush Haradinaj sot është i lirë. Nëse do jetë gjykata ajo që do vendosi, por nëse gjykata vendos, dhe unë nuk besoj kur se një gjykatë ndërkombëtare do arri të manipulohet apo të bëhet dhe të japi një vendim pa pasur prova dhe fakte ligjore për sa i përket dënimeve të gjithë secilit. Prandaj u thash qysh në fillim që do jetë mbrojtja ajo që do ka peshë më të rëndë tashmë të barrës për ta çbërë akuzën dhe gjykata pastaj për të vendosur mbi bazën e fakteve. Nuk besoj se ajo është një gjykatë nivelit ulët, të cilët mund vendosin a priori apo me lajme gazetash apo me deklarata politike apo me mitinge që mund bëjnë pjesëtarë të ndryshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në asnjë moment nuk kam pranuar që ta ngatarroj çështjen e luftës Kosovës apo të ushtrisë Kosovës me individualet. Kemi raste të mjaftueshme për të hedhur dyshime se individ të caktuar mund të bëjnë veprime të palishme. Nëse do marrim rastin e Shqipërisë, supozojmë tek e fundit diktatori tek ne nuk ishte se kishte bërë ndonjë gjë më të madhe përveç se sa jepte urdhra dhe bënte veprime antiligjore duke vrarë njerëz këtu në Shqipëri flasim, dhe tek e fundit ai ishte edhe udhëheqësi i cili e mbajti për 45 vjet regjimin. Kjo nuk e legjitimon atë pjesën që me që unë jam komandant apo unë jam drejtuesi i kësaj dhe unë duhet dali i larë nga kjo pjesë apo të mbrohem me pjesën e luftës. Luftat zakonisht mbulojnë shumë gjëra. Është vërtet që luftat mbulojnë shumë gjëra, gjatë periudhës të luftës bëhen shumë veprime, por veprimet duhen faktuar. Dhe prandaj them, nëse këto gjëra janë të faktuara, absolutisht çdo kush mban përgjegjësi personale për sa i përket të veprimeve të cilat ka bërë, pavarësisht nga grada që ka. Kur ke grada, është akoma më keq se ke shfrytzuar, domethënë, pjesën e postit që ti ke mbajtur.
Dhe në mënyrë absolute unë nuk e besoj që ajo gjykatë do bjerë në nivelin e një gjykate të ullët, apo një gjykate e cila dënon persona të cilët nuk janë fajtor, por në asnjë moment në të gjithë seancat që kam dëgjuar nuk është përmendur ndonjëherë lufta çlirimtare e Kosovës apo të jetë përdosur lufta çlirimtare e Kosovës. Në mënyrë absolute nuk e kam dëgjuar në të gjithë seancat që kam pasur mundësi ta ndjek këtë proces, nuk e kam dëgjuar në mënyrë absolute asnjëherë, nuk e kam dëgjuar të përkundrazi, gjithmonë kur është munduar të implikohet edhe UÇK-ja, si në këtë proces gjithmonë ka pas ndërhyrje nga gjyqtari i procesit dhe ka thënë që këtu nuk jemi për luftën çlirimtare të Kosovës, por jemi për individët. Kështu që çdo individ duhet mbajë përgjegjësi penale nëse ka kryer një krim apo nuk e ka kryer atë. Pastaj thash, është gjykata që vendos nëse të gjitha ato akuza që ka hedhur organi akuzës dhe ajo që më thash mua më erdhi më rënd, domethënë unë ndjeva shumë keq tek e fundit janë shqiptarë, njerëzit tanë. Më erdhi shumë keq kur akuza ishte për krime lufte. Ishte akuzë shumë e rëndë. Prandaj them duhet prit tashmë edhe mbrojtja, por edhe vendimi i gjykatës për të caktuar pastaj drejt se çfarë ka ndodhur. Se deri tani dim se edhe ato dëshmitarë, se kanë qenë rreth 100 dëshmitarë në atë proces, 100 dëshmitarë nuk janë pak, prandaj ka zgjatë edhe gjyqi kaq shumë. Kështu që nuk besoj se ata dëshmitarë janë të manipuluar apo janë të shtirë apo janë të paguar. Pastaj se nga merren burimet e informacionit, nga merren nga inteligjenca e huaj apo nga serbi apo nga kjo gjykata, nuk besoj se është në atë nivel që do merret me deklaratë që mund bëj serbi i cili ishte në konflikt të direkt, domethënë me Kosovën, do merren si deklarata bazë. Prandaj janë thirrë edhe shumë dëshmitarë, tash do shohim se si do vendosë gjykata. A nuk janë shumë vite për ish komandant të një ushtrie të cilët kanë luftuar për lirinë e vendit vet. E ndërkohë duket sikur ata që kanë sulmuar pra serbët ndaj tyre është kërkuar më pak vite burg, pra duket sikur tashmë po përmbyset edhe historia e asaj lufte në fakt. Se kemi komandantët kryesorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës që ndodhen në Hag. Si thash edhe një herë, po ta marrim nga pikpamja njerëzore, po ta marrim nga pikpamja e dëshirave, patjetër dhe mua më vjen keq që thash që shumë fillim dhe unë ndjeva shumë keq kur dëgjova akuzën për krime lufte. Por kjo në mënyrë absolute, po ja u ritheksoj, në mënyrë absolute nuk e çbën luftën çlirimtare të Kosovës, nuk e çbën atë gjatë dëshmorësh që atje kanë rënë, se kanë rënë për lirinë e Kosovës, dhe nuk duhet nga të harruar në mënyrë absolute individi, veprimet e një grupi njerëzish apo një individëve të ndryshëm, qofshin këta dhe komandant me luftën e Kosovës. Unë nuk arrit domethënë ta konceptoj që mund të ngatërroj me dashje ata dhe të fshihen pas asaj që është bërë luftë e Kosovës kundër Serbisë, thash në të gjithë botën gjatë veprimeve që bën ushtria apo individ të ndryshëm. Në të gjithë luftrat kemi parë që kam pas edhe luftë kundër njerëzimit, nuk është hera parë që ndodh kjo. Në historinë botërore nuk është hera parë që ndodh, dhe me sa di edhe Miloševići ka qenë për krime lufte, ka qenë në Hag, pavarësisht se pastaj ai vdiq atje dhe nuk u bë gjyqi, por e njëjta gjë do të ishte edhe me Miloševićin apo me shumë të tjerë. Kështu që nuk dua të vej shenja barazie, ne e dim shumë mirë dhe se çfarë terrori ka bërë Serbia në Kosovë, patjetër absolutisht asnjë nga shqiptarët nuk mund ta pranojë, dhe ne kemi edhe atë distancën, themi, ndërmjet nesh edhe Serbisë, dhe gjithmonë kemi quajtur armiq tanë, domethënë përjetshëm, nuk I kemi pasur ndonjëherë miq që të themi që dhe
çështja e Kosovës për ne ka qenë gjithmonë primare për sa i përket trojave shqiptare. Por kjo pastaj thash edhe herë nuk duhet ngatarrohet në mënyrë absolute, nuk duhet ngatarrohet lufta e Kosovës me luftën e personave apo veprimeve të personave të ndryshëm. Tashmë unë nuk mund të krahasoj e them që lufta e Kosovës ka qenë kështu apo ashtu në të njëjtën kohë kur Adem Jashari, supozojmë, heroi i Kosovës janë vrarë 50 e sa vet në një betejë. Kështu që nuk mund të përdorë Adem Jashari me veprime që mund të ketë bërë Hashimi apo të tjerët, që mund të kenë bërë veprime individuale dhe të them që kjo luftë tashmë është e përlyer, në mënyrë absolute nuk është e përlyer. Në mënyrë absolute nuk e pranoj që një luftë e tillë mund përlyhet nga disa individ. Individ të tillë ka pasur në gjithë kohën, individ të tillë ka pasur në çdo luftë, në çdo betejë që është bërë. Nëse do marrim rastin e Izraelit, të supozojmë Izraeli, Netanyahu bëhet për krimin lufte është edhe ai është megjithëse është kryeminist, është drejtuesi njëra tjetrën. Kështu që nuk ngatarrohen luftrat. Lufta është luftë, betejë është betejë, por edhe lufta dhe betejë kanë rregullat e veta, kanë lojën e vet. Nëse ti te kalon masën, nëse ti pastaj bën hakmarrjen individuale, personale dhe duke përfituar nga lufta, pastaj kjo është problem tjetër. Ti duhet në momentin që mbaron lufta, pastaj ti duhet përgjigjesh para ligjit për atë çka ke shkelur. Dhe thash, nëse këto akuza janë të vërteta, të vërtetuara, askush nuk duhet dalin në mbrojtje të një individi. Gjithmonë e theksoj, është çështje individuale, nuk është çështje e luftës së Kosovës. Dhe mërkot që parë dhe nga viti që ka kërkuar prokuroria, mendoni që ka shanse që mund të shpallen pafajshëm ish komandantët? Në këtë moment dy janë alternativat e këtij procesi. Pra, nëse mbrojtja do të jetë e aftë, i hedhë poshtë të gjithë akuzën që ta zhbëjt, themi, akuzën e prokurorisë, padyshim që gjykata do marrë një vendim, pastaj mund të kalojë në pafajësinë e tyre. Pra dy janë gjërat, ose do dalin të pafajshëm ose do dënohen me 45 vjet. Alternativë tjetër nuk shoh ndonjë alternativë tjetër në këtë gjykim. Megjithëse thashë kemi prit këtë gjykim me vite, e kemi ndjekur dhe kurrë nuk kemi besuar që udhëheqësit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të dënoheshin, por faktet pastaj janë fakte që ne edhe nuk i dim, po edhe nuk kemi dashur kurrë ta besojmë, themi, si shqiptarë s'kemi dashur kurrë të besojmë. Gjithsesi thash është gjykata që do vendosin. Zoti Merkot, që edhe në vitin 2012 ndaj Ramush Haradinajt u ngrit akuza për krime lufte dhe u kërkua nga prokuroria 25 vite burg. Ndërkohë u shpalli pafajshëm. Mund të jetë dhe i njëjti rast dhe me zotin Thaçi dhe Kadri Veseli? Patjetër që mund të jetë i njëjti rast, nuk e vend dyshim fare dhe nuk e gjykoj fare, kjo është thjesht pretenca e dhënë nga prokuroria. Jo më kot, ju thash edhe Ramush Haradini është përballur në gjykatë ndërkombëtare dhe është kërkuar nga ajo, ishin fakte të pavërtetuara, të pabëra, dhe mbrojtja e Ramushit i hodhi poshtë të gjithë faktet që kishte sjellë prokuroria në atë akt akuzë dhe gjykata pastaj mbi bazën e fakteve dhe provave vendosi që Ramush Haradini të nxirret pafajshëm. Dhe ky është rasti më ideal për të bërë krahasimin, sepse edhe Ramush Haradini ka qenë komandant i luftës në Kosovë, ka qenë shumë aktiv në betejat e Kosovës dhe u akuzua. Por para drejtësisë Ramush Haradini vërtetoi që ato fakte dhe argumentat dhe dëshmitë që kishte sjellë prokuroria ishin pavërteta. Dhe gjykata me të drejtë Ramush Haradinin e nxorri të pafajshëm. Kështu që një rast i tillë, ne thash që është në fillim që është barra e mbrojtjes për të zhbërë të gjithë akuzën e prokurorisë, dhe nëse vërtet
mbrojtja do ta zhbëj akuzën, jeni të bindur që gjykata nuk mund marrë një vendim pa fakte dhe pa prova. Dhe kur them pa fakte ligjore, jo fakte rruge edhe gazetash, thënie gazetash apo qoftë edhe deklarata politike që mund bëjnë njerëz të ndryshëm, qofshin ta edhe politikanë. Zoti Merkoçi, si e keni parë reagimin e zotit Rama pas vendimit të prokurorisë speciale për të kërkuar 45 vite burg ndaj Hashim Thaçit? Pati një reagim mjaft të fortë. Rama është mësuar me gjykatat dhe me prokuroritë e Shqipërisë. Dhe Rama mendon se mund të komandohen gjykatat edhe mund të kundërvihesh në çdo lloj momenti, por kjo nuk është dinjitoze për një kryeminist të një vendi që të bëjë atë lloj reagimi, pasi nuk mund dalësh përpara një vendimi që mund t'i japi gjykata. Nuk mund t'i punohesh. Pra ne ta thash që në fillim, pavarësisht nga deklaratat që mund të bëjnë politikanë të ndryshëm apo liderë të ndryshëm, gjykata ndërkombëtare është e prirur të ecë mbi bazën e fakteve dhe provave. Nëse nuk ka fakte dhe prova, gjykata në mënyrë absolute do t'i nxjerrë të pafajshëm të katërt. Por ky lloj reagimi tregon një tendencë të Ramës për të treguar gjithmonë, për të dalë dhe për të paraprirur, tash është mësuar me sulmet që bën gjykatave në Shqipëri, po ka një dallim të madh ndërmjet gjykatave të Shqipërisë dhe gjykatës ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare nuk ndikohet nga deklaratat e Ramës apo nga prononcimet që mund bëjë Ramën, qoftë edhe në postin e kryeministit i cili ndodhet. Kështu që ishte një reagim, them foshnjarak, po më tepër një reagim i një narcisti që mendon se çdo gjë varet nga ai dhe ai është ai e drejta, ai është ligji, ai është gjithçka, nëse e thot ai, kështu duhet të jetë. Këtë e ka bërë në Shqipëri dhe mendon se mund ta bëjë edhe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Si e shpjegon reagimin e zotit Rama lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese ndaj Belinda Ballukut, ku u shpreh që të ndërmarrë veprime për ndryshime ligjore dhe për të adresuar, siç e tha ai, në mënyrë tjetër ligjin ndaj po themi pezullimit të një ministri? Vendimi i gjykatës kushtetuese u thash ishte as mish as peshk. Dhe kjo fal një personi të vetëm, siç ishte Gendi Ibrahimi, njeriu i Sorosit, i cili votoi kundër atij vendimi që ka marrë herën e parë për vendimin për shtyrjen e seancës, për kalimin në seancë gjyqësore. Dhe ky ishte një gur që Gendi Ibrahimi i dha Ramës për ta përdorur tashmë si një alibi për të bërë ndryshime apo për të mos vepruar kashi Ballukut. Dhe për t'i dhënë hapësirë qoftë për veprimet më tejshme apo për të kryer edhe veprime tashmë për të përdorur kufondin. Ju kam thënë me kohë që Rama do kërkon ta përdorë kufondin si barrierë, si mur mbrojtës kashi spagut apo drejtësisë shqiptare. Dhe këtë veprim tashmë Rama po e nxjerr dita ditës, po e nxjerr në pa. Pra çka kanë deklaruar kohë më para, po vërtetohen dita ditës, nuk është se nuk i kemi parashikuar këto lloj veprimi që Rama do bëjë. Unë kam thënë që Rama me çdo kush, me çdo formë dhe me çdo çmim do të mundohet të mbajë postin e kryeministrit. Dhe Rama këtë po e vërteton. Tashmë ka atë frikën e atë që u kam thënë, që Rama ka frikë për ta dërguar çështjen Balluku në seancë plenare, sepse Rama vërtet ka 83 mandate, por nuk ka shumicën për ta mbrojtur direkt. Pra nëse vjen në seancë plenare për t'i hequr imunitetin Ballukut, Rama nuk i ka votat për ta mbrojtur. Dhe përdor momentin tjetër për të ndryshuar rregulloren apo ligjet, sepse ai ka tashmë 84 vota dhe mund ndryshoj ligjet në mënyrë absolute, i ndryshon,
por kjo tregon që Rama po shkon thellë më thellë drejt atij shtetit, atij mafia shtet që ai ka ndërtuar. Dhe nuk do pyesim më as për deklaratat e Europës, as për deklaratat e Amerikës, as për presionin që mund të ketë, sepse thash detyra që Rama ka marrë nga Kabala, nga Sorosi në dasmën e Aleksit është qëndrimi i Ramës kryeministër në çdo formë dhe me çdo çmim. Rama tashmë po tregon se do të lëvizë çdo gjë, do mundohet të bëjë çdo gjë për të qëndruar në postin e kryeministit. Tu pastaj kemi edhe pafsin e opozitës për ta rrëzuar. A besoni që mund të lëshoj Belinda Ballukun, pra mund vi një vendim që mund të thotë që deri këtu të mbrojta, tani s'kam çfarë të bëj se kam dhe një vendim gjykatës kushtetuese, e ndoshta ndryshimet ligjore ai bën për të mbrojtur veten? Rama nuk mund t'i thotë Belinda si tash unë nuk mund të bëj dot gjë, se ky është vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është vendim, është rrëzim i kërkesës, por nuk ka në një vendim të gjykatës kushtetuese. Nëse do kishte një vendim gjykatës kushtetuese, atëherë po Rama priste një vendim, unë kam thënë që Rama pret një vendim gjykate për të lëshuar Belindën, themi. Por deri më sot s'kemi një vendim gjykate. Kemi thjesht një rrëzim kërkese nga ana e gjykatës kushtetuese, por jo vendim, të shpallur në vendim, se nëse do kishim një vendim, atëherë ai do bëhesh precedent. Dhe ky vendim do kalonte në ligj. Pas këtij vendimi, GKK-ja, pra kërkesa e SPAK-ut në GKK dhe aprovimi nga GKK-ja i veprimeve të SPAK-ut do bënte që çdo ministër apo qoftë edhe vetë Rama mund të pezullosh nga detyra e kryeministrit. Pra Rama i parapriu dhe unë jo më kot thash, këtë vendim ishte presioni që u bë dhe veprimeve që bëri Gendi Ibrahimi për sa i përket vendimit për dal 4-4. Pra, për të marrë një vendim për mos pasur vendim është kjo që bëri gjykata kushtetuese, dhe unë jo më kot thash është turpi asaj gjykate që merr një vendim të tillë ose bën një veprim të tillë, themi se vendim nuk ka. Dhe tashmë Rama presioni më të madh do ta kaloj në gjykatë apelit, ku sepse mos harroni se është e pezulluar në gjykatë apelit ankimimi për pezullimin e Belinda Ballukut, se në apel është gjykuar vetëm çështja e pasaportës, nuk është gjykuar për sa i përket pezullimit, sepse ishte një gjykatë kushtetuese. Do shohim tashmë se çfarë do bëhet në gjykatë apelit. Por Rama do nxitoj për të bërë një ligj tjetër dhe për ta zhbërë, domethënë, atë veprimin e SPAK-ut për të kërkuar pezullimin nga detyrat e një ministri apo qoftë edhe vetë Ramës apo edhe presidentit. Kështu që Rama tashmë do t'i paraprij në mënyrë të shpejtë këtyre veprimeve, pavarësisht tash nga deklaratat që ka bërë Bashkimi Evropian apo edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai nuk do pyesi më për asgjë, do ta vendosi, do ta forcoj pozitën e tij nëpërmjet ligjeve dhe nëpërmjet parlamentit. Jo më kot tash, ju kam thënë që Rama do ta përdori parlamentin si mur mbrojtës karshi drejtësisë. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.